Punë ka, por punëtor jo, papunësia në nivelin më të ulët historik, gjallërohet tregu i punës. Papunësia në Shqipëri ka rënë në nivel historik një shifror sipas Instat, çka sipas ekspertëve lidhet me gjallërimin e tregut të punës dhe rritjen e interesit për sektor si turizmi dhe pasuritë e paluajtshme. Megjithatë, industria dhe bujqësia vijojnë të përballen me mungesë fuqie punëtore. Rënja e papunësisë në nivel 8.8% në vitin 2024, sipas të dhënave të Instat. Për ekspertët ekonomik, është rezultat i gjallërimit të tregut të vendit punës. Erion Muço thekson edhe marrëdhënien e re mes punëtorëve dhe punëmarrësve. Sektorët që po përballen me mungesën më të madhe të fuqisë punëtore vazhdojnë të jenë industria dhe bujqësia. Muço thekson se të rinjt po orientohen gjithmonë më shumë drejt sektorëve të pasurive të paluajtshme dhe turizmit. 4.1% e personave jo ekonomikisht aktiv sipas Instat klasifikohen të detajuar për të gjetur një punë, çka për ekspertin lidhet me disa faktorë. Ekspertët theksojnë nevojën e politikave mbështetëse dhe subvencioneve për të rinj për t'i përafruar ata në tregun e punës.